Prandaj po ju them që ata janë në një luftë të brendshëm dhe në një moment kur Zoti Rama do të ndihet i kërcënuar, sigurisht që do të jetë me cilësinë e të pandeurit ose me cilësinë e dëshmitarit të një të pandeurit, siç është rasti Ilir Meta. Pse? Sepse qeverisja 2013-2017 ka në dosjen e SPAK-ut dhe në dosje që do të jetë për rastin Meta, kryemalli, bashkëqeverisjen e Partisë Socialiste. Le me Gonigal është gjë tjetër. Por këtu mahemi të çështjet e brendshme, siç thoshte shoqja jonë amerikane Yuri Kim. Përfaqësues të Partisë Demokratike kanë deklaruar se në javën e fundit të fushatës, duke nisur nga prania e Lasivitës, do të ketë një lajm bomb për Edi Ramën. Pra do të ketë një surprizë që mund ta godas në këtë rast. Ju si mendoni për çfarë bëhet fjalë në këtë rast dhe cila mund të jetë ajo surprizë që mund t'i vijë në javën e fundit të fushatës? Tani, magjistar nuk jam, fallxor nuk jam, por ama ne nuk ta lejmë të bie asgjë në tokë. Që do thotë, ti marrim me radhë. Që do të jetë bombë do të jetë. Tani a do shpërthej, nuk e di. Pa që do djeg, do djeg. Po nga djegja do kërkohet zjarr fiksi, nuk e di. A do të jenë zjarr fiksët për të ndihmuar Ramën në shpëtimin nga zjarri dhe për të shuar zjarrin, kemi një problem. Problemi është ky, ujë. Në Tiranë nuk ekziston ujë dhe ne do të shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Këtu është bomba që shpërthen, sepse nga zjarri nuk kemi ujë për të ndaluar zjarrin që shpërthej bomba. Dhe duke mos ndaluar zjarrin, shpërthen bomba dhe sigurisht bomba është e qartë dhe bomba ka qenë shumë e qartë. Po nuk e them unë. E thot zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sherifi ju ka ardhur. Aty e keni. Po nuk hapni syt, mendjen dhe veshin, sepse ju pëlqen vetja. Kjo është e vërteta. Aty është. Ku është? Aty. Po ju nuk e shikoni. Kjo është bomba. O kur të jetë sherifi, nuk do thot, unë jam sherifi dhe këtu do bëhet situata. Pse? Linja Trump-Bardhi ta kam thonë edhe më përpara dhe asnjëherë s'më besonte, urdhro faktet konkrete, urdhro kontratat, urdhro ardhjet që vinë shumë përfaqësues të huaj të Berisha, urdhro daljet e Berishës jashtë shtetit në forumet europiane, që do thot goditja ose më mirë sherifi është aty, ka ardhur. Dhe për ata që e thënë, jo po në ngrada ka ikur po do iki, nuk ka rëndësi. Në ngradën e degeneroi populli shqiptar, populli demokrat, ata të cilët atashojnë pranë Partisë Demokratike, por vula që shkoi në vendin e dur në origjinën e saj dhe u keqpërdor nga vulhumburit, ata të cilët bënin sikur do merrin vulën, sepse akoma e kishin jurin te gjykata e lartë duke i bërë fresk partisë në pushtet. Por punë tjetër kjo. Sherifi ka ardhur, e keni këtu. Kështu tha zëvendës presidenti amerikan. Të them të vërtetën. Kam një respekt dhe i pse jo një përqyeshmëri nga mënyra e artikulimit e zëvendës presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam edhe një ëndër për te që ai mundet në një të ardhme të jetë një president amerikan. Prandaj besoj tek ai tek sherifi dhe prandaj po të them edhe sekretin që unë vetëm për zëvendës presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aplikoj për vizë amerikane në të ardhmen dhe po ashtu do tentoj të shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me një kusht, që zëvendës presidenti të kandidoj për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po me një afat të gjatë, do presim, por sherifi është këtu, ka thënë ai.
Si mendoni, pse SPAK ka rënë në heshtje përgjegjë kësaj fushate elektorale apo goditjet e mëdha i ka lënë pas zgjedhjeve të 11 majit? Unë nuk mendoj se është në heshtje, thjesht SPAK-u po luan lojë politike për të ndihmuar Partinë Socialiste dhe të goditur Partinë Demokratike. Treguesi i qartë, zoti Mazniku sot ka vajtur në prokurorinë e zakonshme. E çuditshme është përse zoti Mazniku duhet shkojë të paraqitet në prokurorinë e zakonshme dhe jo prokurorinë e posaçme, ashtu siç ka ndodhur për ish ministrat, ish deputet, ish kryeministra dhe me radhë që paraqiten përpara SPAK-ut. SPAK-u për të bërë PR-in e radhës, mbase ka kërkuar që zoti Mazniku të shkojë të japi dëshmi në prokurorinë e zakonshme, por unë mendoj që në rast se kemi të bëjmë me një vepër penale që është shpërdorimi i detyrës, normalisht që SPAK-u nuk mund të merret vetëm me shpërdorimin e detyrës, fut atë si themi paketën e përgjithshme me shpërdorim të detyrës, korrupsion pasiv dhe futet atë si e kanë bukur këtë shplarjet pastrimit parave çfarë këto gjëra, e bën bashkë një paketë dhe në fund fare vendosin për procedim penal. Për mendimin tim, SPAK-u është organi i qartë i Partisë Socialiste. Unë nuk kam asnjë dyshim që SPAK-u ka dhe procedime që i shpik vetë, sepse interesojnë statistikat. Për mua SPAK-u nuk lufton krimin organizuar në kohë reale, thjesht bën statistika, pra merr një person të penduar drejtësisë edhe ka bërë film fare atë situatë aty, del ai çdo një muaj nxjerr një lajm aty, marrin gjithë nxjerrin lajmin, fillon SPAK-u bën hetime, bën sikur po bën diçka, dhe në fund fare do të jenë statistika. A që do kemi arrestime? Po do kemi arrestime. Jam i bindur. Pse? Sepse pikërisht ekzistojnë procedimet penale, një, dhe dytë ekzistojnë kallëzime që janë bërë me porosi. A do të kemi prokuror që do të arrestojnë në flagrancë, apo do kemi prokuror që do të vendosin njerëz me detyrim paraqitje për të bërë parë, duke parë. Por un kam një ide dhe një mendim tjetër. Unë mendoj që mund të goditet ndonjë politikan shqiptar, por ai që mund të goditet, emër nuk themi, por ajo që mund të themi është që nga përgjime që janë bërë, se janë bërë përgjime, por nuk është se ka cilësinë e politikanit me status deputet, por janë bërë përgjime, nuk e di a do të procedoj SPAK-u me njëherë apo do ta bëj pas zgjedhjeve, por dihet qartësi që 4 individ të cilët janë të përfshirë në afera të rënda korruptive, por jo vetëm, sigurisht që do të procedohen nga SPAK-u. Kjo nuk do të thotë që ekziston drejtësia e SPAK-ut. Jo. Kjo do të thotë që është momenti për të çliruar Edi Ramën, ku Edi Rama do të kërkojë nevojën ekstremen nga kryetari i SPAK-ut.